Myslimanët si në tërë botën, ashtu edhe në Kosovë, sot e kremtojnë festën e Kurban Bajramit, festë kjo e cila simbolizon sakrificën ndaj Zotit dhe humanitetin ndaj njerëzve. Manifestimi qendror për territorin e Kosovës, kushtuar festës së Kurban Bajramit, u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë. Namazi Kurban Bajramit u fal në orën 05:35. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, ditën e parë më 6 qershor 2025, kryesia e BIK, siç është traditë, organizon pritje urimi në selinë e kryesisë nga ora 9 deri në orën 12. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, muftiu i Kosovës Naim Tërnava ka uruar besimtarët musliman për këtë festë të shenjtë. Në emër të institucioneve të saj dhe në emrin tim si mufti i Republikës, për t'ju përcjellë për këtë festë kaq madhështore, festën e Kurban Bajramit, urimet më të përzemërta, duke e lutur Zotin e Madhërisëm që kjo ditë e bekuar t'ju zgjidhë me zemra të qeta, me shëndet dhe mirëqenie, me familje të bashkuar dhe me besim të theduar në vlerat më të larta shpirtërore, ka theksuar Tërnava në mesazhin e tij. Ndër të parët që shkuan për takim dhe e uruan muftiun Naim Tërnava ishte kryeministri Albin Kurti. Gjatë takimit, muftiu Naim Tërnava me ironi tha Kurtit se kishte menduar t'i ftonte të gjithë deputetët për të prerë nga një kurban, me shpresën se kjo do të ndihmonte në zgjidhjen e ngërçit politik. Desha t'i ftoj të gjithë deputetët e parlamentit të prejmë nga një kurban, ndoshta po ju shkon mbarë mirë, ndoshta hapen rrugët, teme kam pasur në mentalitetin dhe kam përkuar kush i ka nga 4-5 fëmijë, t'i bëhet një banesë se po zbehet Kosova, ka rënë shumë nataliteti, ka thënë Tërnava. Përveç Kurtit, aty ka shkuar dhe zvendës kryeministra Emilia Rexhepi, Besnik Bislimi, Faton Peci, Hajrullah Çeku dhe këshilltari i Kurtit. Pak më vonë, Tërnava i është drejtuar dhe Besnik Bislimit. Ty si po të shkojnë bisedimet atje, duke aluduar për ndonjë proces negociator midis Kosovës dhe Serbisë. Bislimi ka reaguar duke qeshur: "E kemi gjetë një farë mesi", teksa pjesa tjetër e përgjigjes nuk dëgjohet.